Banorët e Orikumit, Dukatit dhe fshatrave përreth vijojnë të kundërshtojnë ndarjen e re territoriale që këto njësi ja bashkangjit Bashkisë Vlorë. Këtë herë ata kanë zgjedhur protestën si mjet për t'i bërë presion parlamentit për mos miratimin e kësaj reforme, teksa për 20 minuta kanë bllokuar aksin nacional Vlorë-Sarand. Ata kanë argumentet tyre se pse kjo njësi vendore nuk duhet të shkrihet. Ky është një organizim spontan i qytetarëve të Bashkisë Orikumit, cilët në unison dhe në një mendim përbashkët mendojnë që Orikumi duhet ngelet bashkime vete për disa arsye shumë themelore. Së pari, pozicioni jonë gjeografik përcakton që ne duhet jemi zonë me vete, sepse siç e shikojmë, zona është e ndarë në mënyrë të qartë nga vetë kufi natyror. Së dyti, historia jonë është e tillë që e kushtozon autonominë tonë vendore në kuptimin brenda normave ligjore të shtetit shqiptar. Banorët shprehen se nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh, protestat do të përshkallëzohen.